Institucionet kanë rol kyç në nxitjen e mendimit kritik te masa, kurse në mesin e tyre shkollat i përgatisin gjeneratat e reja për përballjen me fenomenet që gjenerojnë mediat. Duke parë lajmet e rreshme si sfidë kurse, të rinë shpesh si target të autorëve të këtyre lajmeve, ambasadori i BE-s në Shkup, Samuel Zhbogar, ka theksuar rëndësinë e zhvillimit të demokracisë dhe mendimit kritik nga njëra anë dhe profesionalizmit të mediave nga ana tjetër. Që të përballemi me këto fenomene është thelbësore që të ketë saktësi të informacioneve, por edhe duhet parë se sa ne jemi përgjegjës kur ndajmë informacione, madje edhe përmes rrjeteve sociale. Liria e të menduarit dhe shprehjes në vete mbart përgjegjësi, por edhe kufizime që të mund të thyejmë privatësinë, të mos përdoret fyerje dhe të ngjashme. Është demokratike që të dëgjohet mendimi i tjetrit dhe të polemizohet dhe të debatohet. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arbër Ademi premtoi angazhimin e dikasterit të këtij që nga hapat e parë të shkollimit brezat e të rinjve edukohen për të shpallur luftë fenomeneve negative në shoqëri. Këto komente Ademi i bëri në debatin në temën si të informohemi dhe si të jemi të informuar. Është e rëndësishme të zhvillohet mendimi kritik tek nxënësit tanë edhe ata që nga mosha e re, sepse vetëm kështu ata do të rriten për të bërë individ dhe për të bërë pjesë e gjeneratave të tëra, të cilët do të kenë mundësi që të korrigjojnë gjendjen aktuale në të gjitha sferat e shoqërisë. Respektivisht, vetëm kështu ata mund të bëhen pjesë ose kreator të drejt për drejt të ndryshimeve për një të nesërme më të mirë. Maqedonia në disa raporte të progresit nga Komisioni Evropian ka marrë kritika për gjendjen e mediave, pavarësinë e tyre dhe profesionalizmin. Mediat janë një nga shtyllat kryesore të demokracisë në një vend dhe gjendja e tyre pasqyron realitetin shoqëror në përgjithësi. Për këtë, në raportin e fundit të progresit për Maqedoninë shkruan se sa i përket lirisë së shprehjes, vendi ka arritur një farë niveli të përgatitjes dhe ka bërë përparim të mirë, sidomos nëpërmjet një klime të përmirësuar për median, duke zvogluar presionin ndaj gazetarëve. Vendi duhet të trajtojë sfidat e mbetura, duke përfshirë reformën e servisit publik.